Viti 2008 shënoi një sër ngjarjesh të rëndësishme, të cilat do të kushtozonin më pas zhvillimet dhe ekuilibrat e brendshëm në vend. Shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe më pas marrja e ftesës për anëtarësim në NATO ishin dy ngjarje me peshë historike. Por ngjarje të tjera ku veçohet shpërthimi i Gërdecit do të ishin tronditse për vendin dhe do të kushtozonin ekuilibrat e brendshëm. Bashkëpunimi pozit-opoziti nxitur nga ftesa për në NATO shoqërua me pengesa të shumta në muajt në vazhdim. Dhe në të vërtetë kjo do të jetë një marrëdhënie që do shfaqet me ekstremet e veta, ku momentet e ngrohta të dashurisë politike mes demokratëve dhe socialistëve do të alternohen me skena të dhunës verbale dhe akuzave të egra mes palëve, por dhe me turbullira brenda secilit kamp. Shpallja e pavarësisë së Kosovës është padyshim një nga ngjarjet madhore për shqiptarët. Çaste solemne të 17 shkurtit në Prishtinë u përjetuan me të njëjtat emocione edhe në Tiranë. Deputetët ndjekin që shka nga salla e parlamentit, kryeministri nga zyra e tij. Sa po përjetuam si shqiptar momentin më solem të kombit. Shpallja e pavarësisë do të përshëndetet nga të gjithë. Kjo është fitoria më e madhe e demokracisë në Europën lindore, qysh nga rrëzimi i murit Berlinit. Duke i hapur rrugë shpalljes së pavarësisë Kosovës, vunë në vend, më në fund, një padrejtësi historike në një çështje europiane. Në të gjitha qytetet e Shqipërisë do të festohet. 2 ditë më pas, duke u përmbajtur vendimit të parlamentit shqiptar që në 1991 qeveria shpall. Një tjetër moment, jo më kot i konsideruar po ashtu historik, është marrja e ftesës për anëtarësim në NATO më 3 prill në takimin e nivelit të lartë të Bukureshtit. Problemet e thella me Shkupin dhe Athinës për shkak të emrit të Maqedonisë dhe dilemat se ajo mund të ndikonte në vendimarrjen edhe për Shqipërinë u shuan që një natë më parë. Më 3 prill NATO zyrtarisht ftoi Shqipërinë të bëjë pjesë e aleancës. Presidenti Bamir Topi dhe kryeministri Sali Berisha do të shprehin për një moment historik. Sot vendim nënshkruan aktin më të rëndësishëm në historinë e tij. This is a miracle of freedoms. Pas 2 ditësh delegacion shqiptar do të pritet në Kroaci në një drek të shtruar nga presidenti amerikan George Bush. Ndërkohë në Tiranë ka nisur festime dhe në aeroport delegacioni do të pritet me stingujve të muzikës dhe vallëve popullore. NATO nis me njëherë bisedimet për protokollin e anëtarësimit. Ato do të mbyllen në 4 korrik dhe pak ditë më pas do të nënshkruhen në Bruksel. This is of course a historical achievement. Shumë shpejt do të nisin ratifikimet nga vendet anëtare. Presidenti amerikan George Bush më 1 tetor do të organizojë një ceremoni të posaçme. Tashmë Shqipëria për të bërë anëtare me të drejta të plota në pranverën e 2009-s. Reforma në drejtësi e nisur me vrull do të mbetet thuajse në vend, ndërsa sistemi do të përfshihet në polemika dhe do të bëhet objekt sulmesh dhe debatesh politike. Partia Socialiste do të propozojë një rezolutë ku kërkon angazhimin të të gjitha partive për realizimin e reformës në drejtësi. Rezoluta përkrahet nuk do të ketë të njëjtin fat propozimi tjetër për një pakt për drejtësinë, i cili do të mbetet sirtareve. Në Komisionin e Ligjeve nis me njëherë puna për një ndër ligjet më të rëndësishme, ai për organizimin e pushtetit gjyqësor. Ligji do të miratohet në fund të muajit. Vazhdon të flitet me optimizëm për bashkëpunimin, por asnjë tjetër nuk do të kalojë. I takon kësaj periudhe dhe nisja e punës nga Ministria e Drejtësisë, i ligjit për prokurorinë. Projekti do të ndryshojë disa herë. Në korrik ambasada amerikane vë alarmin se projekti i momentit synon cënimin e pavarësisë së institucionit dhe një lloj kontrolli qeveritar mbi të. Në të njëjtën linjë dhe ambasadori i OSBE-s në raportin e mbajtur në Vjenë më 16 tetor ku kritikon dhe ligjin për administratën gjyqësore, po ashtu dhe një sër projektesh të tjera të qeverisë si ai mbi avokatinë dhe notarinë, të cilët kaluan sipas tij duke shpërfillur komente të bëra nga Bashkia Ndërkombëtare. Kjo tërësni e vazhdueshme bëri që projekti i prokurorisë të nënshtrohet një rishqikimi tjetër me asistencë ndërkombëtare dhe në fund të vitit të marrë me shpejtësi edhe konsensusin e opozitës, pavarësisht deklarimeve të një muaji më parë të kryetarit socialist. Me Sali Berishën kryeministër dhe me Fiet që e kanë lidhur të tërin, këtë kryeministër nuk mund dot të bëjë reformë në drejtësi. Por në 2008 më shumë se ca për reformë mund të flitet për një përplasje të fortë mes institucioneve të drejtësisë me pushtetin ku nuk do të shpëtojë as presidenti Bamir Topi. Dekretet e tij për anëtarët të gjykatës lart bllokohen në parlament. Kryetaria Josefina Topalli kërkon verifikimin e emrave. Do të shpërthejë një polemikë fortë. Zonja Topalli ka marrë kompetencat e krejut shtetit. Nuk ka asnjë lloj vonimi apo tejkalimi afati. Ka vetëm respektim të kushtetutës, vendimit të gjykatës kushtetuese dhe rregullores së kuvendit. Po shumica do t'i rrëzojnë në blok. Presidenti reagon fort. Ky padyshim është
një ekzekutim politik. Ambasadori amerikan do të flasë për veprimet të badenja për një institucion demokratik. Kryeministri mbron veprimin e parlamentit. Gjykata e lartë mbetet praktikisht e bllokuar. Presidenti do të ngrej një grup pune për të përzgjedhur kandidaturat e reja të cilat do të kalojnë në fund të korrikut. Ftoja e kreut të shtetit me drejtuesit e ish partisë të tij është e hapur. Ndikimi i kësaj klime duket se është dhe përplasje mes ministrit të drejtësisë dhe këshillit të lartë të drejtësisë ku zoti Ali Bey do të kërkojë shkarkimin e nënkryetarit Spahiu, kërkesë e cila do të rrëzohet. Por në të vërtetë ajo që do të jetë objekt sulmesh të përsëritura është prokuroria. Një sër çështjesh të hapura prej saj, të cilat direkt apo në një farë mënyrë prekin shumicën, do ta vënë disa herë këtë institucion në përballje të hapur me qeverinë. Në prill rihapet çështja e Remzi Hoxhës. Shqiptarë maqedonasit të rëmbyen në 1995-ën, drejtori i përgjithshëm i tatimeve Arben Sevgjini sërish në akuzë, ai vihet dhe në arresht shtëpiak, por më pas lihet i lirë nga gjykata. Ndërkohë kanë nisur hetimet për Gërdecin dhe po në këtë muaj kërkohet imuniteti i ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu. Në mënyrë publike qeveria dhe deputetët e shumicës do të lënë bosh sallën e parlamentit gjatë raportit të kryeprokurorit Sinar Rama, ndërsa diplomatët e huaj do të nxjerrin nga llozhat. Amerikanët dhe OSBE do të protestojnë dhe kryetaria e pallit do ta quajë vetëm një keq kuptim. Kulmi i përplasjes do të vinë në tetor kur pas një arrestimi disa orësh në Bosnjë të Damir Faslić, një biznesmen të përfolur për lidhje të dyshimta me qarqet më të errta të Ballkanit, në Shqipëri shtypi do të shpërthejë duke vënë në akuzë qeverinë për marrëdhëniet me këtë personazh. Faslić, një nga këshilltarët e demokratëve në fushatën e vitit 2005, kishte qenë dhe ndërmjetësi për kontratën e konsulencës mes qeverisë dhe ish-sekretarit amerikan për sigurinë Tom Ridge. Në arkivat e televizioneve shqiptare, Bosnjaku shihet në mbledhje për problemet e sigurisë. Në shtyp publikohen të dhënat mbi aktivitetin e tij financiar. Kompanitë e tij qëndron se pa aktivitet janë shitur për vlera të konsiderueshme apo dhe dyshimet se ai qëndron prapa dhe disa tendereve për blerje energjie nga kesh. Sipas dokumentave, disa nga kompanitë administroheshin nga një familjar i ministrit të jashtëm Lulzim Basha. Në parlament, kryeministri e mbron publikisht Bosnjakun. Në rast se dëshirojnë t'ja u sjell këtu edhe zotin Damir Faslić. Faslić vjen posaçërisht në Tiranë për një intervistë në televizionin Klan ku ai deklaron se vajza e kryeministrit është avokate e disa shoqërive të tij. Po atë ditë prokuroria kërkon ta marrë në pyetje pasi ka hapur timet në ndyshimet për pastrim parash. Faslić afron me një orë largimin nga Shqipëria dhe në aeroport shoqërohet nga shefi i policisë. Nis një përplasje mes institucioneve. Ministria e Drejtësisë dërgon një ekip kontrolli në prokurorinë e Tiranës, zyrtarisht si një veprim rutinë, por në fakt ajo dyshon se prokuroria ka vepruar në mënyrë të palishme. Kryeministri kërkon hetim ndërkombëtar dhe komision parlamentar për prokurorinë. Qeveria vendos të kërkoj hetim ndërkombëtar. Opozita kundërshton hapur. Hetimi ndërkombëtar që kërkon Sali Berisha është një manovër për të penguar hetimin kushtetues. Nismat e qeverisë nuk do të ndërmerren kurrë. Ndërkombëtarët reagojnë në blok. Ambasadori amerikan në një takim ku ndodhet për krah kryeministrit do të shprehë qetësim të thellë për veprimet e ministrave të brendshëm dhe atij të drejtësisë e do të cilësojë si pakur fare arsye legjitime kërkesat e qeverisë. Por nëse në këtë rast reagimi ndërkombëtar pati efekt, kjo nuk do të mund thuhet për një çështje tjetër shumë të debatueshme, atë të ligjit për dosjet. Pas një kalvari disa vjeçar, shumica vendos ta kalojë atë në parlament. Të parë që reagojnë janë amerikanët, të cilët flasin për një projekt që ngresh shqetësime serioze kushtetuese dhe ligjore. Edhe OSBE kërkon shtyrjen e votimit. Kryeministrin e telefonon ndihmës sekretari amerikan Daniel Fried. Shumica nuk tërhiqet dhe voton ligjin. Vota dje në parlament është fitore historike e shqiptarëve mbi krimin politik. Por kritikat do të vazhdojnë sërish nga amerikanët, OSBE, por dhe Këshilli i Evropës. Një çështje tjetër që do e vendos prokurorinë përballë qeverisë është dhe hetimi i rrugës Durrës-Kukës. Në nëntor atij vjen fundi. Prokuroria thret ministrin për të komunikuar se është i pandehur dhe nën akuzon për shpërdorim detyrat e shkelje të pabarazisë në tendera. Avokati i zotit Basha flet për shkelje. Çështja do të hyjë në një qerthur procedurial. Gjykata e Tiranës dhe ajo apeli rrëzojnë prokurorinë ndërkohë që dosja përfundon në gjykatën e lartë ku procesi do të hapet në fund të janarit. Në parlament ministri do flas për një akuzë politike. Është e qartë që ne kemi të bëjmë një absurd. Një absurd të stisur në zyrat e Edi Ramës dhe fatkeqësisht të ndërmarrë si sulm nga një prokurori, segmentet të cilës kanë rikthyer prokurorinë politike në Shqipëri. Ai do të merret në mbrojtje të hapur nga kryeministri i cili deklaron se çdo veprim është bërë me vendim qeverie.